Falëndërimi dhe lavdërimi të kanë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, fillimisht të gjithëve, por hajru qoftë fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Duke pas parasysh që muaji është i shenjtë, gjithçka ngërthen në vetvete, dhe para se të retezoni folëm për Ramazani dhe Kur'ani, tash dasha të them disa fjalë për Ramazani, muaji i sadakas, Ramazani muaji i lëmoshës, Ramazani muaji i ndihmës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ndershëm vëllezër, ka qenë shumë bujar. Mirë po, më së shumti bujar ka qenë muaji Ramazan. Sadakaja, lëmosha, të ndershëm vëllezër, prof e sinqeritetit. Kur t'jep sadaka, e sprovon vetën, ballafaqohesh me vetveten. Shumë herë në ballafaqohesh me vetveten, a me dhana, mos me dhana, me ia dhon këtë filanit, a mos me ia dhon filanit, ku me çu, ku mos me çu. Kjo është sprov, është një luftë verbale që e bën njeriu me vetveten, me egon e vet, me mendjen e vet, me shpirtin e vet, me zemrën e vet, e kështu me radhë. Mirë po Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi", me të vërtetë ata që japin pasurinë e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala. "Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'at habba." Thot Allah subhanahu wa taala, shembulli i atyre që japin pasurinë e tyre vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, ose sigurisht shembulli i një kokre që i ka 7 kallin. Ose që një kokër i nxjerr, bin nga një kokër 7 kallin, e pastaj në çdo kallin ka 100 kokra, vetëm shtohen. Nga një kokër 7 kallin. Pastaj nga ata 7 kallin shtohen 100 kokra. Nga 100 kokra kallin e kështu me radhë. Kështu është sadakaja. Pse i ka dhënë 10 dinar, mos e mendo që 10. Nuk shkruan 10 ata. Ata janë ma shumë se sa ne mendojmë. Para mendojmë i dhonë ma shumë. Ta Allah subhanahu wa taala sa të mira dhe sa se vapet dhe sa thast me veprat mira i kemi te Allah subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, duke pas parasysh që ne të gjithë dimë që agjerimi është edhe ushqim i të tjerave. Nuk është ushqim veç i vetvetes. Është mirë me ushqim edhe të tjerët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man fatara sa'iman", ai i cili jep një iftar dikujt, "lahu mithlu ajrihi", për shembull, unë ja kam dhënë dikujt një iftar. Unë e bëna sevapin apo. Ama edhe sevapi në atij që i kam dhënë iftar e marr. Pa ju mangësu atij sevapi. Ai që ha iftar ka sevap. Ama ai që jep iftar, edhe sevapin e vet, edhe të atij që i ka dhënë iftar, dy sevap. Ama atij që ka hangë iftar nuk i paksohen sevapat. Kjo feja janë. Kështu na ka mësuar dhe na ka edukuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, ju e dini se Allah subhanahu wa taala a ka drejt të zemrohet, të dhënohet me ne, vallahi ka drejt. A ka drejt me këta njerëzit, me këta krijelartë të botë, të dhrohet, të zemrohet, ka drejt. Mirë po na duke folë për ne, për musliman. Për ne besimtarët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqa tudfi ghadab ar-rabb. Sadakaja e shuan zemrimin e Allahut fuqiplot. O vallahi, ndonjëherë Allah subhanahu wa taala ajo më shirshëm, se vallahi ne ndonjëherë meritojmë një dënim absolut, astaghfirullah, se veç Allah është absolut, ama dënim më të madh se sa na merr mendja. Vallahi njeriu çka bën,
Askush se din histori e ka bot dikush, atë që jena të e bon ne si njerës tash. Për gjithësi në këtë botën të flasë. E në këtë kohë, kur i zhvillimi gjithë shkajt, edhe prapë në ndërmët veti kena problem. Edhe prapë ma zallat që i mundu me marrë veç në ndërmët veti. Më slasin për jo tjertë. Për shembull, ai kryetari i Prishtinës nuk e njofur, as që e kam taku dhe njerë. Kryetari i qytetit Kosovës, Prishtinës, këtë këna qenë Prishtinë. Ajo drejtoria për arsim, që të nësa, edhe unë kam qef shkollë tonë, ta bëjnë 5 minuta ma shkurt, disi ma herët dalin njërë, me Ramazan, që ka kuptim. Ata e kanë bëjnë atje, pak disi, pak ma shkurt orari. Që ata fëmijët mas ditën 5 ora s'kën të shpia, se iftar të hanët. Mërë vla janë që u do njerëzi do bashkë këto e di, nuk e di vetë qka ju pengar bati, interesant, kur përmendet feja, mazallat që e du. Para me ndojë të këshin bo katolik, diçka ma kollaj, këshin bo pëtere që vallaj që këshin bo. Unë e di që e di, nësë jam kundra katolikve. Ortodoks të, kjo, se cëllë e ka fejnë e vetë, s'ka problem. Ama pësov të musliman të bëjnë punën e madhë, nuk ka vën regu. Para me ndojë Allah, a nuk zemrohet ma? Vallaj e zemrohet. Se ma e keqë ose dhe ata janë në rrethin e, ose në brendësin e islamit. E të ndeshën vëzër, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala në bandë mundshme me dhonë dhe një sadaka që Allah eventualisht nëse zemrohet ne e për hatër sadakas në fale edhe të në kaloj. Të ndeshën vëzër lojët e sadakas i dini të gjithë që përmendja parja, mundesh me ndimu dika me pare, e dyta me ushqim, e treta me roba, me veshje, edhe e katërta me iftare, edhe ka edhe lloj-llojshmëritë të tjera. Por sadakaja edhe një fjalë mirë, është një buzëqeshje, është një pajtim mes njerëzve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kelimatu tayyibu sadaka. Fjala e mirë është sadaka. Një mesazh për në fund të dashur vëllezër, ndihmonja njëri tjetrin, buzëqeshni me njëri tjetrin, falja njëri tjetrit, se ditën e Bajramit nuk kisha pas dëshirë une që xhamati jon vllaznitë e tonë, po saqërisht ata që i njohim edhe e kena një lloj përgjegjësie direkte dhe indirekte të lagjen tonë. Vanja si t'ja bëjnë dini Bajram, duke ja dhënë dorë njëri tjetrit, duke ndihmuar njëri tjetrin, sepse nuk na ka hije ndryshe. Vallahi s'na ka hije. Edhe si musliman, edhe si shqiptar, nuk na ka hije me qenë të ndër me të veti e mos me ndihmuar ndër me të veti. Ne mundemi me fol natë ditë, ama nëse nuk veprojmë, wallahi, as vetës nuk e bëjmë dobi, as kujt tjetër. Inshallah Allah na uzon e të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.